saksi, ky nuk është aksion. Ne jemi në vendin tonë të punës, aty ku na ka sjellë qytetari i Republikës Kosovës me votë. Ne na obligon kushtetuta, ligjet, rregulloria e punës së kuvendit, që të jemi këtu çdo 48 orë deri në konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryesuesi nuk ka mandat të negociatorit. As bëjmë marrëveshje politike, ai thjesht ka për obligim që ta thërras seancën konstituive dhe ne këtu të zgjedhim kryetarin dhe kryesinë e re. Kaq, këtu fillon dhe mbaron çdo gjë. Mirë po, fatkeqësisht, kemi suspendim të kushtetutës, kemi suspendim të ligjet dhe kemi suspendim të demokracisë. E ky vend, e kjo republikë është ndërtuar me shumë mundje, me shumë sakrificë, e ne nuk do të rrim duart kyç. Nuk na e lejon as ndërgjegja, as vetdia politike, qytetare e kombëtare. Mas po ti jemi si opozitë. Këtu jemi si qytetarë me ndërgjegje, që na ka votu populli. I falenderoj dy deputet e lëvizjes vetëvendosje që erdhën. Shpresoj që do të bashkangjiten edhe të tjerët e ta konstituojmë sa më parë. Faleminderit. A kemi drejtim që patës kushtetuese siç kemi thënë për zvarritjen që po bëhet? Jemi gjatë. Situata është qartë, e kristal, e zezë në të bardhë me dy këmbë është shkel atë vendimi i gjykatës kushtetuese. Edhe po e ripërsëris, kjo nuk është krizë interpretimesh, nuk është krizë kushtetuese, është krizë politike, është krizë morale që bie si rezultat i mos gatishmërisë së lëvizjes vetëvendosjes për të konstituuar kuvendin dhe për të ecur përpara. Faleminderit shumë, do të jemi vazhdimisht këtu dhe nuk do të ndalemi.